Në një operacion të zhvilluar herët në mëngjes nga strukturat e policisë në Pogradec, është arrestuar 27 vjeçari Fabian Muçollari, një emër i njohur për drejtsinë shqiptare. I riu, i cili ishte liruar nga burku vetëm këtë vit, pas vuajtjes së dënimit për vrasje, u kap me një arsenal të rrezikshëm. Në automjetin e tij duke përfshirë 2 armë zjarri, pistolet, një silenciator, 3 krëra me fishek, një shkop metalik, si dhe një shufur me mbishkrimin policia, çka ngre dyshime, por përpjekje për të maskuar si efektiv i forcave të rendit. Gjatë kontrollit uniformat blu gjetën gjithashtu një sasi lëndë narkotike dyshuar si kokain, 5 aparat celular, 2 karta bankare, një pasaport biometrike dhe një shumë të konsiderueshme parash në lek, euro dhe dollar australian, duke sugjeruar përfshirjen në veprimtari të dyshimta kriminale. Por historia kriminale e Muçollarit nuk nisi sot. Në vitin 2016 ai vrau me armë zjarri bashkëmoshatarin Fabio Hila pas një konflikti që kishte nisur në rrjetet sociale për një vajzë, në dëshminë që dha atëherë Muçollari pranoi pas një debati me sharje e kërcënime në Facebook, kishte shkuar i armatosur në vendkalimin e Hilës, duke i qelluar për vdekje, pasi ky e fundit i kishte goditur me një karrike hekuri. Pas arrestimit të sotëm, Muçollari pritet të përballet sërish me drejtsinë për një sër veprash penale që përfshin armbajtje pa leje, posedim droge dhe mbajtje të palishme të pajisjeve të forcave të rendit. Autoritetet nuk përjashtojnë që ai të ketë qenë i përfshirë në veprimtari të tjera kriminale, ndërsa hetimet po thellojnë për të identifikuar dhe bashkëpunëtor të mundshëm.